Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falenderojmë Allahun azza wa jall. Përshëndetje për zemrat ta qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe muslimanë që ecën pas rrugës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Vazhdojmë me shpjegimin e librit Mbrojtja e muslimanit. Kemi arritur te tema 97 ku autori ka sjell lutjen që e themi kur hymë në një qytet ose në një vendbanim. Lutja duaja që thuhet kur hymë në një qytet jashtë qytetit tënd dhe kur hymë në një vendbanim, domethënë që jetu hi për herë të parë. Transmetuesi i këtij hadithi, sahabiu i nderuar Suhejbi, thotë se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sa herë që ka hi dikon në një vendbanim pa njohur, e ka thonë që dua, që lutje. Dhe pastaj e përmend. Allahumma rabbas samawati sab'i wa ma adlalna wa rabbal aradin sab'a wa ma aqlalna. O Zot, domthon ty të falenderoj ose tek ti drejtohem, Zoti i 7 qiejve dhe çdo gjë që ka nën to, domthon nën qiejt. Dhe Zoti i 7 tokave dhe çdo gjë që ka mbi to. Në transmetimet në transmetimet që ka dhënë këtë hadith përmendën 7 toka. Dhe çdo gjë që ka mbi të prej gjallësave. Wa rabbi shayatini wa ma adlalna. Dhe Zoti i shejtanëve dhe çka i humbin, i devijojnë ata nga rruga e drejtë, dhe ata që i devijojnë ata nga rruga e drejtë. Rabbi riyaha wa ma dharayna. Edhe Zoti i erërave dhe çfarë do të shpërndajnë ato erat. Esaluke khayra hadhihi al-qaryati wa khayra ahliha wa khayra ma fiha. O Zot, të los që të më jepsh të mirën e këtij vendi, të mirën e mirësitë e banorëve të këtij vendi dhe mirësitë që gjenden aty. Wa a'udhu bika min sharri hadhihi al-qaryati wa sharri ahliha wa sharri ma fiha. Dhe kërkoj mbrojtje tek ti nga të këqijat e këtij vendi, këqijat që vinë prej banorëve të këtij vendi dhe të këqijat që gjenden në të brenda. Kjo është duaja e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, njëra prej formave të duas, mënyrave të shprehjeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lutje për çështje të ndryshme, në këtë rast për hyrje në një vend të panjohur, në një vendbanim të ri, edhe nëse, domethënë kanë thënë dietarët, edhe nëse kemi nejt vetëm pak. Bile disa dietarë mendojnë që edhe nëse kalon aty pari. Për arsye se nëse kalon aty pari, ka mundësi që me pas ndonjë pasojë të caktuar që ti nuk e ke menduar. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e fillon me një çështje që duket shumë e madhe, duket shumë e lartë, domethënë Zoti i 7 qiejve dhe çdo gjë që ka nër to. Nër qiej janë gjitha krijimet e Zotit, krijesat e Zotit. Domethënë trupat e mëdha qiellor që i shohim disa e që disa nuk i shohim, për arsye se mbi 7 qiej, që ka thënë pejgamberi sa në hadith, nuk ka diçka tjetër përveç arshit të Allahut, edhe mbi arshin e Zotit, mbi arshin është Allahu azza wa jall. Kurse deri në 7 qiej ka krijesa të ndryshme të Allahut azza wa jall. Andaj çdo gjë që ka, domethënë faktikisht pejgamberi sa kur e ka përdorur këtë mënyrë të shprehjes duas, që kena kallëzuar në për hadithe të tjera, e ka përdorur në çet formë për me kallëzu çështjen që është serioze, domethënë o Zot i 7 qiejve dhe çdo gjë që ka në to. Dhe o Zot i 7 tokave. Te 7 toka ka mos pajtim mes dietarëve çka është për qëllim. Disa pe dietarëve që është mendimi i shumicës thonë që është për qëllim 7 shtresa. Toka i ka 7 shtresa. Jo që janë 7 toka, domethënë një tokë, pastaj ka diçka, pastaj fillon një tokë tjetër, pastaj ka diçka mes tyre, pastaj fillon një tokë tjetër, e kështu me radhë jo, por 7 shtresa që i ka toka. Dhe çdo gjë që ka mban ajo mbi to, domethënë njerëzit, gjallëfët e ndryshme që mbajnë. Edhe pastaj wa rabbi shayatin wa ma adlan. O Zot i shejtanëve dhe i çdo gjëje që ata e humbin nga rruga e drejtë, këtu në rend të parë janë njerëzit. Faktikisht Allahu pejgamberi sa këtë hadith po betohet në Allahun
që është Zot edhe i shejtanëve, edhe i gjithë shejtanëve, edhe pse ata janë të këqij, domthoni i devijojnë njerëz nga rruga e drejtë, dhe po betohet pejgamberi sa në Zotin e çtyre njerëzve që kanë deviju. E që ka qenë sebe për devijimin e tyre shejtanit. Domthoni e ka përkufizuar shejtanin me punën e tij primare çka e bën, çka ka funksion ti gjatë gjithë jetës së tij, për mi largu njerëz nga rruga e drejtë. Wa rabbi riyaha wa madharain, dhe Zoti i errave të forta dhe çdo gjë që shpërndajnë ato me këto era. Pastaj vjen duaja, masi që e ka bërë këtë përgjërim, këtë lutje, këtë nënshtrim ndaj Allahut Azza wa Jall, pastaj vjen kërkesa. O Zot, të los që të më japsh të mirën e këtij vendi, vendbanimi. Domthonë mira që gjendet aty. Pe të mirave, mirësive ndryshme, nuk është për qëllim këto mirësitë, domthonë vetëm çështjet që ndërlidhen me fe, po edhe mirësitë që ti ke nevojë për to, qoftë nga ushqimi, qoftë nga pija, qoftë nga rahatia, domthonë aspektin psiqik, aspektin fizik e kështu me radhë. Wa khayra ahliha, edhe të los që të më japësh, ma lehtësosh domthonë që të kem këtu ta marr të mirën e banorëve të atyt, të atij vendi, të atij vendbanimi. Domthonë nëse ka në mesin e tyre njerëz të mirë, të marr diçka prej tyre, prej këtij njeri të marr diçka të bishme. Nëse ka domthonë ndaj person i cili është i njohur për ndaj punë të hajrit, për ndaj është veçuar me diçka, atëherë ma lehtëso që unë të përfitoj prej tij e kështu me radhë. Wa khayra ma fiha, edhe çdo gjë që ka qenë e mirë aty, nuk është për qëllim këtu njerëzit i përmendni më herët, kurse e mirë aty, domthonë si vendbanim, si krijesë, ndoshta diçka që ka të mirë që ka nevojë për to njeriu kur të hyn në vendbanim. Pastaj e bën pejgamberi edhe duan formën e kundërt që përdoret shpesh në duat e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, dhe o Zot të los, domthonë të më ruaj nga ky vendbanim i keq, nëse është vendbanim i keq. Dhe më ruaj nga njerëzit nëse janë të këqij në këtë vend. Për arsye se ti nuk jetoj e ditë çfarë vendbanimi është. Dhe më ruaj nga të këqijat që gjenden këtu në mesin e tyre. Këtë dua pejgamberi sa më thashë e ka vepruar sa që ka hyrë në një vend të ri, me një vendbanim të ri, e është njëra prej duave që është mirë të thuhet sidomos nëse shkojmë dikon edhe rrim atë. Një çast kohor ose ndonjë det ose kështu me radhë, pavarësisht çfarë qëllimi është vizita jonë. Walhamdulillahi rabbil alamin.